Cili gështohesh o shpirti im? Cili gështohesh o shpirti im? Psalmi 42 vargu 5. Cili gështohesh o shpirti im? Pse vajton brenda trupit tim? Shpreso te Perëndia, sepse unë do të kremtoj akoma për çlirimin e pranisë së tij. Ka momente në jetë kur ndihesh i rënë, edhe pse nuk ka ndodhur asgjë e veçantë. Zemra peshon, gëzimi është larguar, pa lajmëruar, dhe ti pyet veten, pse jam kështu? Pikërisht këtë pyetje e bën një njeri shumë kohë përpara. Në Psalmin 42, një njeri larg shtëpisë së Perëndisë, i rrethuar nga vështirësi, ndalon dhe flet me veten e tij, jo me dikë tjetër, po me shpirtin e tij. Kjo bisedë është fillimi i një lufte të vogël, por të rëndësishme. Lufta për të mos lënë zemrën aty ku e shtyen dhimbja, por për të ngritur drejt shpresës së vërtetë. Pyetja që duhet bërë dhe që ngrihet shpesh është: pse ligështohesh o shpirti im? Pse vajton brenda trupit tim? Vini re që njeriu i psalmit nuk e fshet dhimbjen e tij dhe nuk pretendon se është mirë kur nuk është. Ai pyet veten drejtën në fytyrë: pse? Kjo pyetje nuk është shenjë dobësie, është shenjë mençurie, sepse ka njerëz që mbajnë peshën për brenda për vite, pa e pyetur kur veten se nga vjen ajo peshë, dhe pesha i shtyp pak nga pak. Edhe Zoti Jezu Krisht në orët më të vështira të tij nuk i fsheu ndjenjat e tij në kopshtin e Getsemenit. Ai u tha dishepujve, fjalë që ngjajnë shumë këtij vargu. Mateu 26 vargu 38. Atëherë ai u tha atyre: shpirti im është thellësisht i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua. Nëse vetë biri i Perëndisë e shprehu hapur trishtimin e shpirtit të tij, atëherë edhe ne nuk kemi pse të mbajmë maskën e një gëzimi të rrem, të shtirur. Besimi nuk kërkon prej nesh të pretendojmë se gjithçka është mirë. Besimi na fton të jemi të sinqertë dhe mbi të gjitha të jemi të sinqertë me veten, dhe pastaj sinqertë me Perëndin. Urdhri që ndryshon gjithçka. Shpreso te Perëndia. Zgjedhje, jo ndjenjë. Pas pyetjes vjen një fjalë e shkurtër por e fortë: shpreso. Shpreso te Perëndia. Vini re që kjo nuk është një ndjenjë që vjen vetë pa kërkuar, është një urdhër. Njeriu i psalmit nuk i thot vetes prit derisa të shkojë mirë, prit sa të rregullojmë gjërat, dhe atëherë do të shpresosh. Përkundrazi, ai e zgjedh shpresën që në mes të vështirësisë, jo pasi vështirësia të mbarojë. Kjo është një e vërtet që ndryshon mënyrën se si jetojmë. Shpresa jo nuk varet nga ajo që ndjejmë në moment, por nga ajo që zgjedhim të besojmë, edhe kur ndjenja nuk pajtohet. Profeti Isaia e shpreh të njëjtën gjë kur thotë: shpresat e Zotit sjell forcë të re edhe te ata që janë krejtësisht të lodhur. Isaia 40:31 thot: ata që shpresojnë te Zoti ngrihen me krahas si shqiponjat, vrapojnë pa u lodhur. Vini re që ne kemi një spirancë të sigurt që është tek Perëndia, dhe shpresa biblike është që të kemi sy të hapur, por që kthehet nga Perëndia. Se shpresa dhe jo diçka tjetër. Tek Hebrejnë kapitulli 6 vargu 9, këtë shpresë kemi si një spirancë të sigurt dhe të fortë për shpirtin që hyn deri brenda velit. Pra një spirancë nuk dalon stuhin, por të mban të lidhur me tokën e fortë derisa stuhia kalon. Kështu është dhe shpresa, nuk i heq me njëherë problemet, por të mban lidhur me Perëndin derisa problemet të kalojnë. Ka njerëz që mendojnë se shpresa është një lloj naiviteti, sikur të mbyllësh syt dhe të bësh sikur gjithçka është mirë, por shpresa biblike është krejt e kundërta. Është sy të hapur plotësisht, vetëdijshëm për vështirësitë. Pra gjithmonë ne duhet kuptojmë që në çdo marrëdhënie, në shoqëri, në familjet tona, në martesë, kudo, gjithsecili prej nesh do të sakrifikojë dhe do të japi diçka në mënyrë, domethënë të duroj edhe të shpresoj dhe të sakrifikoj. Drejt kujt shpresojmë ne? Shpreso tek Perëndia, jo te rrethanat, jo te njerëzia, jo te vetja, te një person që na njeh
na do dhe ka fuqi të na ndihmojë. Se mund t'i besojmë atij plotësisht, sepse fjala e tij na siguron her pas here se ai vetë kujdeset për ata që kanë rënë plotësisht. Psalmi 34, vargu 18 thotë: Zoti është afër atyre që janë me zemër të thyer dhe shpëton ata që janë të rrëzuar në shpirt. Vini re, Zoti nuk është larg kur ndihesh i rënë, është pikërisht atëherë kur ai është afër. Psalmi 73:26 thotë: Mishi im dhe zemra ime mund të dobësohen, por Perëndia është kështjella e zemrës time dhe pjesa ime përgjithmonë. Zoti na fton ne për t'ia dhënë atij peshën. Bibla nuk thot thjesht mos u shqetëso, sikur shqetësimi mund të ishte diçka që ti mund ta fshije. Por në fakt na fton ta hedhim peshën aty dhe Jezusi thot: "Ejani tek unë o ju të lodhur", tek Mateu. Por e para Pjetrit 5:7 thot: "Hidhni mbi të gjithë merakun tuaj, sepse ai merakoset për ju." Ligështimi i shpirtit nuk të largon nga Perëndia. Pikërisht aty e premton prandinë e tij më të aftë. Filipianët 4, vargjet 6 dhe 7, vargjet e famshme, le të themi: Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë me lutje, përgjërim, me falënderim, parashtrojeni kërkesat tuaja Perëndisë dhe paqja e Perëndisë që atë kalon çdo mendje, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjen tuaja në Krishtin Jezus. Paqja e Perëndisë nuk vjen domosdoshmërisht nga zgjidhja e problemit, por nga lutja për të. Gëzimi që vjen sërish. Sepse unë do ta kremtoj akoma për shlirimin e pranisë së tij. Trishtimi nuk është gjendje përfundimtare e besimtarit. Gëzimi do të kthehet. Psalmi 35 thot: Vajtimi mund të zgjas një natë, por gëzimi vjen në mëngjes. Gjoni 16:22 thot: Kështu edhe ju tani jeni të pikëlluar, por unë do t'ju shoh përsëri dhe zemra juaj do të gëzohet dhe askush nuk do t'ju heq gëzimin tuaj. Po të vëmë re fjalën askush nuk do t'ja heq. Gëzimi vjen nga prania e Perëndisë. Është e njëjti lloj gëzimi që humbet kur ndryshojnë rrethanat. Është një gëzim i vendosur thellë që mbetet edhe kur gjërat rreth nesh lëkunde. Çfarë do të thotë kjo për ne? Kur ndihesh i rënë shpirtërisht, mos e gjyko veten si njeri me besim të dobët. Edhe njerëzit më të afërt me Perëndin kanë kaluar këtë. Davidi, profetët, vetë Jezusi. Mëso të flasësh me veten tënde ashtu si bëri psalmisti kur zemra të thotë gjëra që nuk janë të vërteta. Për Perëndin ktheu dhe thuaj të vërtetën. Perëndia është afër. Mos e mbaj peshën vetëm. Hidhe peshën tek Perëndia dhe kërko ndihmën e njerëzve. Para Pjetrit 5:7. Ashtu si nata para mëngjesit, ashtu si pikëllimi para gëzimit, ashtu dhe gjendja jote tanishme, nuk është fjala e fundit Perëndis për ty. Ndoshta sot je në mes të natës, në mes të errësirës, në mes të vuajtjeve, dhimbjeve. Por vargu na thot diçka të shtrenjtë, mëngjesi vjen. Gëzimi i pranisë së Perëndisë do të kthehet. Mbau fort te kjo shpresë. Pyetje për reflektim dhe për diskutim që mund ta diskutojmë me njëri tjetrin, do të ishte: a ka momente kur ndjehesh ligështuar shpirtërisht edhe pse nuk e shpjegon dot plotësisht? Çfarë do të thotë për ty të zgjedhësh shpresën edhe kur nuk e ndjen ende? Çfarë peshe po mban sot që mund t'ja lesh Perëndisë? E para Pjetrit 5:7. Kush është një person që të mund të ndihmojë të mbash peshën këtë javë, këtë ditë? Pyet e vetë me sinqeritet. Ku ndodhesh ti në këto momente? Çfarë mund të bësh ndryshe? Zgjidh shpresën edhe kur nuk e ndjen. Drejto shpresën te Perëndia. Mbahu fort, gëzimi do të kthehet. Shpreso te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma. Shpirti ynë është në fakt i lidhur me Perëndin. Ai gjithmonë pret që ne të zgjedhim të kërkojmë Zotin, të kërkojmë të karikojmë shpirtin ton, të kërkojmë të karikojmë qenien ton, ashtu siç ne karikojmë telefonat tan, ashtu siç karikojmë çdo bateri të ndryshme, ashtu ne duhet të karikojmë dhe shpirtin ton me fjalën e Perëndisë, që mos ta lëm në asnjë moment të shkojë bateria zero. Edhe për ta mbyllur me një lutje: O Perëndi, kur shpirti im ligështohet, o Perëndi, kur shpirti im ligështohet, më jep guximin të flas hapur ashtu si fliste psalmisti. Më ndihmo të zgjedh shpresën edhe kur nuk e ndjej dhe të besoj se prania jote është afër meje tani. Më kujto se gëzimi do të kthehet dhe se ti je shpëtimi im dhe Perëndia im. Amen. Paqja dhe hiri i Perëndisë qofshin me gjithë secilin prej jush që dëgjoni këtë mësim. Zoti ju bekoft.